Kampionati është i fortë, është i dukshëm që është i fortë. Të gjitha janë luftë për pikë. Asnjë skuadër nuk është e dorëzuar, prej të parë të fundit gjithë luftojnë me maksimumin e mundshëm, kështu që shihet se është luftë, normal që nuk ka shkollaj. Final Four do të bëjmë që mos më realizuar në madhe tonë. Po kanë rrugë e mirë, kemi pasur në luhatjet tona, sidomos fazën e dytë. Normal që do nollte masi vishim mas kupat të Europës pa pushime. Nuk e pritësha me thonë drejtë në gjatë, po zbashku me rënien fizike ishte një numër i madh lojtarëve që na u dëmtuan. Një sezon që nisi me kualifikimin në Europë, kalimin e turit, kishte ato ndjesitë pozitive, më them, u nis me energji shumë të mirë. Dhe besoj starti ishte i shkëlqyeshëm, një sezon që nisem me fitore një pas njëshme, me ndeshje të bukura, gjë që rriti entuziazmin të gjithë që ky mund të jetë sezoni jonë. Ka qenë i vështirë shumë sepse duke marrë parasysh pse kemi pas ecerit mirë gjatë fazës parë, pastaj kemi pas shumë problematika me dëmtimet, kemi rigjet forcën, jemi ringrit përsëri. Mendoj ka qenë shumë e vështirë edhe për faktin se mos gabojmë, kemi qenë skuadra që kemi mbrojt vendin e parë më shumë nga çdo skuadër tjetër. Kemi luajtur më bukur, kemi shënu shumë, kena bërë lojën më sulmuese se gjithë ekipet e tjera. Edhe kjo mendoj që edhe kena humbur gola më pak se gjithë ekipet e tjera, kjo mendoj që është ajo pika fortë që ne kemi pas gjatë kampionatit. Vllaznia besoj që është një klub perfekt. Tu fillu të i parit e presidentit, tu fillu të gjithë drejtuesët, tu fillu të trajnerit, të stafit, të lojtarët, të tifozët e mrekullueshëm, të stadiumi i mrekullueshëm, kështu që Vllaznia i ka të gjithë komponentë mjaft mirë për me luftu për trofeun deri në fund. Ky qytet e don shumë futbollin, ky është viti i parë dhe unë këtë ndjej në rrugët e qytetit. Kështu që do jetë edhe bukur për vetë historikun sepse janë plot 25 vite që me zje presin këtë titull dhe ne çdo ditë po japim maksimumin për ta realizuar të ëndër. Besoj me paraqitjet që kena bërë gjatë këtij sezoni, skuadra ka bien, edhe mund të them që kena ndajt ose ullhesh kampionatit apo në vend parë më shumë se 20 javë, kështu që besoj mjafton për t'regu që jena skuadra që kena bien. Pa shumë e vështirë, janë të treja skuadrat, janë njëna më fortë se tjetra, duhet jena të përqendruar, kemi edhe ne favore dhe disfavore tona në atë katërshe. Them që jemi deri në ditën e katërshes do të jemi edhe më të fortë. Djemtë janë gjithë përgatitur, bashkë me stafin drejtues, bashkë me trajnerin, gjithë janë kushient për gjithë bashkë, edhe unë me ta për vështirësitë që paraqiten gjatë rrugës, por jam i bindur që gjithë bashkë do të luftojmë me maksimumin e mundshëm për me marrë trofeun. Ky vit pak më ndryshe me specifikën që ndryshon me përgjysmimin e pikëve. Sigurisht dëshira ishte që të arrinim Final Fourin me diferencë konsiderueshme sipas mundësive, mendoj që kishim një periudhë ne që u shkputëm, siç kishim një moment dhe të vështirë që arritëm ta rikuperonim. Ekipet do jenë aty gjithsekush ka objektivet e veta, por ne jemi të bindur që do shkojmë 100% në tonë dhe do bëjmë lojrat tona më të mira që në fund fare t'ja dalim. Një detyrim që i kam këtyne njerëzve, këtyne tifozave që edhe kur kam kanë lojtar, po edhe sot që trajner më duket sikur më vazhdo të më shu detyrimin ka shtyr. Uroj dhe shpresoj dhe besoj shumë që ky të jetë viti i duhur. Di që Shkodra feston si asnjë qytet tjetër, atë jam mos e i bindur dhe shpresoj ta bëjmë realitet. Unë, si më thonë, si pjesë e ekipit, si një djalë shtëpi, e kam ndjeje dhe e kam përjetuar dhe në shkallët e stadiumit dhe titullin e fundit, por që ka shumë 25 vite janë shumë për Shkodrën pa u kthyer te titulli. Dhe sigurisht që është një peshë që rëndon mbi gjithë ne. Vitet kanë kalu dhe ajo rëndesa është bërë akoma më madhe, kështu që besoj që kjo skuadër ka shpatat për ta përballuar dhe për ta çuar deri në fund. Për vetë historikun, siç e thash, 25 vite janë shumë për këtë qytet. Jam akoma të shuhet djepi futbollit, por shpresoj që këtë vit të jetë vit i dur për të cilë titullin, sepse mendoj që jemi shumë afër. Po Shkodra njihet me luk bësh. Shkodra kanë titullin, nuk e intereson asnjë gjë tjetër, kështu që
i vetmi premtim që do t'i bëj aty që deri në sekondën e fundit kam luftu për me pruva titullin në Shkodër. Tifozëve i premtoja që i kam premtuar qyshore e parë për ekipit dhe për gjithë bashkë, ka luftë pa kompromis deri në fund. Besoj që gjithë e dinë që vazhdoj ta theksoj që çdo ndeshje është mjaft e ashpër. Tifozëve i premtojnë vetë vllaznia do të luftojnë me gjithë forcat për të realizuar objektivin që titulli i kampion desh. Këto duhet të jenë në momentet më të vështira kanë është du të them këtë, sepse jam i bind që unë edhe çdo pjesëtar i formacionit dhe ekipit po jep maksimumin për ta sjellë ëndrrën tek ato. Them drejtë nuk është se ka nevojë shumë për të bërë thirrje në Shkodër. Tifozët e ndjejnë kur skuadra ka nevojë, janë aty, kanë qenë në momente të vështira kur ka pas nevojë dhe sigurisht që këto javë që kanë met, jam i sigurt që mbështetja atyre do jetë maksimale si për këto javë, por dhe për ndeshjet e Final Fourit. Po mesazh për kundërshtarët nuk është se duhet të bëhem arrogant, thjesht të jetë një fair loja dhe gjithmonë t'japi maksimumin nga dyja palët që kampionati shkojë dhe më bukur. Janë ekipe të forta, por jam i bindur që vllaznia ka ekip më të fortë se ta. Besoj shumë që koha do ta tregojë. Ato janë të sigurt, e njohin vllazninë, e njohin dhe janë të bindur që i pret një kundërshtar i fortë. Nuk kam shumë i thonë, e din që jena më të mirë të kampionatit, e din që jena më të fortit, e din që jena më fair play, e din shumë gjëra të tjera, kështu që s'kam kur gjë që më i thonë, veç e fitov kampionatin e që e meriton. Do ta merja fatikisht nga kategoria e tretë, kur ne kemi nisur këtë projekt dhe ky është viti joni i 5 me AF Elbasanin dhe vështirësitë kanë qenë në çdo kategori ku kemi kaluar, ku jemi ngjitur. Ky është sezoni joni i dytë në Super League dhe ndryshim nga sezoni i parë, ndoshta eksperienca morë më shumë, tani jemi më të vetëdijshëm për fuqinë që kemi, për ato që ne mund të japim në fushë dhe ndryshe nga sezoni i kaluar ku Final Fourin e humbëm në javën e fundit, këtë sezon kemi arritur 4 javë përpara përfundimit dhe besoj se kemi arritur një nga objektivat tanë për të shkuar deri në fund. Pa ishte vështirë, po ishte edhe bukur, sepse nga java i parë deri në java fundit neve ishim sipër, por asnjëherë nuk ishim shumë komod, sepse objektivi jon nga fillimi ishte Final Four edhe Europa, edhe kur ishim afër, edhe kur ishim sipër, gjithmonë ishte një presion për ne, për stafi, për lojtarët. Domethënë ishte vështirë, por në fundit doli shumë bukur edhe ne jemi shumë kënaqur edhe shumë krenar. Si çdo sezon Super League që janë shumë vështira, ekipet janë shumë ngjeshura me njëra tjetrën, mund të lesh pikë, mund të marrësh pikë nga çdo kundërshtar, por jemi në rrugën e dur, jemi brenda objektivave, shpresojmë fund të arrijmë ato pika që kemi vendosur. Shumë të rasteve është thënë që Elbasanin e bën të veçantë grupi, e bën të veçantë dhomën e zhveshjes, e bën të veçantë stërvitja, e bën të veçantë komunikimi që kanë me stafin, komunikimi që kanë me drejtuesit dhe sigurisht komunikimi që kanë me njëri tjetrin. Një pika fort për ne do është harmoni. Kam grup shumë e fort, grup shumë e mirë, shumë lojtar kam nga Elbasani, kjo është ndoshta edhe pika fort për ne. Domethënë një atmosfera, një harmoni midis stafi dhe lojtarët është super edhe kjo është ndoshta një avantazh i vogël për ne. Jemi një grup që kemi nga 2 vite që luajmë bashkë, po s'kemi fituar diçka dhe shpresoj të jetë sezoni i dur. Jemi skuadër e vështirë për të mundur. Kjo tregon edhe fakti që do të kemi rreth 13 ndeshje këtë sezon pa pësuar gol. Në Final Four çdo skuadra do kërkojë maksimumi dhe do luajë për kampion. Edhe do kemi skuadra më mirë në Shqipëri. Edhe jam sigur çdo në ndeshje
do shkoj interesant për tifozët, sepse edhe presim shumë tifozët në stadium, sepse kemi një stadium shumë e bukur, perfekt, si Air Albania, edhe do presim shumë tifozët, edhe jam sigur nga fillimi do shkoj shumë interesant. Por që janë 3 skuadra që kanë experience në këtë kompeticion, kanë experience në Final Four, si Egnatia, si Dinamo, si ashtu edhe Vllaznia. Janë skuadra që di si të sillen në këto lloj ndeshjes dhe sigurisht do ta kemi shumë të fortë. Në qytetin e Elbasanit vinë 100-200 veta, shikojnë çdo ditë stërvitjen. Edhe sa më shumë i afrohemi Final Fourit, aq më shumë njerëz ka që vinë në komplekse sportive dhe shikojnë stërvitjen. Janë gjithë shumë të uritur dhe shpresoj që entuziazmi i tyre të na shtyjë akoma më shumë që të dalim kampion fund, edhe pse është një objektiv mjaft madhor patjetër. Unë jam rritur në këto fusha që ju shikoni në këto dhoma zhveshit. Është një ndjenjë shumë e veçantë për mua që s'e kam provuar as ekipi tjetër që kanë qenë Super League. Se ne këtë ndjejmë çdo ditë me tifozët, edhe kur na ndalojnë rrugët, edhe kur na përshëndesin, më thënë duket ajo klima e mirë. Tani që jemi në këto momente kaq të mira edhe në Super League, është diçka e bukur që neve fatikisht po e shijojmë deri tani. Titulli fundit ishte 2006, do më thonë për para asaj 20 vit. Edhe jam sigur të shkoj një mrekullueshme për qyteti, për Elbasani, për tifozat. Pastaj patjetër edhe për ne, për stafi, për lojtarët, sepse të dalësh si kampion në Shqipëri është gjëra të madh. Neve do luftojmë. Tani nuk e di si do shpjegojmë në Shqip. We gonna dream about this, si do them. Ditë për ditë, pastaj fusha do t'rregoj gjitha. Tifozëve i premtoj që përveç të japin maksimumin që keni për detyrë të japin maksimumin gjithë për fanellën, për qytetin, i premtoj që çdo ekip që do luajë kundër Elbasanit në Final Four do djeshisi shumë që ta mundi në fushën e lojës. Ne do japim maksimumin çdo ndeshje për ata sigurisht, për ekipin, për vetet tona, sepse objektivat e gjithë lidhen ngushtë me njëra tjetrën dhe pastaj të shikojmë çfarë do na dali në rrugës në vazhdim. E sigurt është që neve do japim gjithçka. E sigurt është që do luftojmë deri në minutën e fundit. Dhe të bëj një thirrje për mbështetje nga tifozët është normale, por unë jam i sigurt që ato do jenë të shumë të numër në Tiranë, do ta shijojnë këtë Final Four, pasi atje janë 3 finale të tjera. Do jenë 3 finale që ne do t'i shijojmë deri në fund bashkë me tifozërinë tonë dhe ne shpresojmë që në fund të marrim diçka të rëndësishme atje. Në Final Four do kemi mbështetje nga tifozë shumë, jam sigur. Çfarë mund të them, vetëm respekt për tifozë, edhe neve do bëjmë gjitha çfarë mund të bëjmë ne fusha, do krenar tifoza jonë. Mesazh për rivalët është respekt maksimal për çdo skuadrë. Janë skuadra që kanë histori në futbollin shqiptar. Sigurisht që besoj se edhe rivalët janë të vetëdijshëm që nuk do ta kenë as pak të lehtë me Elbasanin, siç ne nuk do ta kemi as pak të lehtë me rivalët tanë, por që besoj se do jetë një luftë e bukur sportive dhe do jenë ndeshje që do jenë të bukura për të parë. Elbasani nuk është rastësisht në këtë pozicion, edhe do jeti kocka fort deri në minutën e 90 apo në minutën e 100 për të shpallur kampion apo për të luftuar për objektivat e tij. Mesazhi vetëm respekt. Domethënë do luajmë futboll bukur, edhe neve dhe kundërshtari do fitoj kush është më mirë, do fitoj futbolli, pastaj në fundit prap kush meriton më shumë, kush është më mirë, do fitoj. Ka qenë një sezon me shumë ulje ngritje, që është e vërteta. Kemi pasur goxha vështirësi, por fillimi i sezonit dy fazët e para kanë qenë shumë pozitive dhe realiteti është që falat dy fazave jemi këtu ku jemi, pas janarit kemi pas shumë vështirësi me ekipin. Për momentin jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e Final Fourit me gjithë ulje ngritjet që kemi hasur gjatë sezonit. Normalisht ka qenë një sezon i vështirë. Them që të gjitha ekipet kanë qenë të forta këtë vit. Nuk mund të them që ka qenë si sezonet tjera, ka pas vërtetësi uljet e ngritjes e veta. Gjithsesi ne ja kemi arritur qëllimin për të arritur në Kaçë.
edhe për të luftuar edhe për titullin kampion. Ka qenë ky vit më konkurrues me ekipet që kishim përballë si Dinamo, Elbasani, Vllaznia, Partizani, po ashtu Teuta që filloi mirë. Edhe besoj se kemi pa në fund se ka qenë shumë më e vështirë, po e kemi rrit objektivin që të shkojmë në Final Four dhe shpresoj të arrisim objektivet e tjera që kemi si klub. Çdo kampionat ka ato vështirësitë e veta. Normalisht që Egnatia është futur me synimet e qarta siç është futur edhe vitet e kaluara. Mendoj që ka pasur edhe uljet edhe ngritjet, por mendoj që jemi në rrugën e duhur. Egnatia është ekspertja e Final Fourit. Në 2 sezonat e fundit që është zhvilluar Final Four, jemi në 2 sezonat të kampion. Lojtarët që ka Egnatia kanë dalë kampion 2 vjet dhe kanë eksperiencën e duhur dhe besoj që do dinë të dalin edhe këtë herë. Kemi luajtur futboll të bukur, kemi treguar këto në 2 vitet e fundit. Derisa jam këtu kemi qenë pothuajse në çdo finale, edhe kjo mund them ndoshta se ka qenë gjona të veçanta që ka arritur Egnatia këto vitet e fundit. Ç'është e vërtetë, gjatë gjithë sezonit kemi vuajtur shumë me ekipet e Kreut, siç janë Vllaznia dhe Elbasani, pasi pothuajse nuk kemi marrë asnjë fitore. Në rastin e Elbasanit kemi vetëm kualifikimin në kupë me 2 barazime, kështu që besoj që për ne do jetë një garë shumë e vështirë, duke qenë se edhe ekipet si Elbasani dhe Vllaznia janë ekipet e mirë investora dhe bashkë me një tifozëri për t'u admiruar, besoj që do na bën goxha të vështirë pjesëmarrjen këtë sezon. Final Four është normalisht unë e parashikoj të fortë, të 4 ekipet që do jenë Final Four, besoj që do jenë të forta. Do jenë dhe ata në luftë për titull. Ne do t'i marrim nesër të gjitha me radhë, 1 nga 1. Çdo kundërshtarët janë të fortë, por mendoj që mund t'ja dalim përsëri. Do jetë e vështirë sepse ka ndryshuar formula me 2 vitet e mëparshëm. Tash nuk ketë më avantazh veni parë, veni dytë siç kishte 2 vitet e para. Po besoj se do jetë interesante, më interesante edhe besoj do jemi shumë afër me pikë aty, kështu që do jetë nesër e bukura. Si të gjithë e dinë, Rogozhina është një qytet shumë i vogël ku shumë pak gjëra janë argëtuese për njerëzit dhe ekipi i futbollit i ka dhënë një jetë tjetër qytetit, i ka dhënë një arsye tjetër të gjithë qytetarëve të Rogozhinës. Për ne ishte objektiv që në fillim të sezonit arritja e titullit të 3 kampion, dhe pse vështirësitë janë shumë të mëdha. Gjithsesi kemi besim të plot tek ekipi dhe mbështetja të gjithë tifozëve që besoj të jenë goxha në numër të lartë për ndeshjet e Final Fourit. Normalisht që qyteti i Rogozhinës ka 2 vite tashmë që është mësuar me titullin kampion dhe këta janë normalisht këta presin që të kurrizohemi edhe me vitin e 3 titullin kampion. Normal edhe them që edhe tifozat do na mbështesin në Final Four, siç na kanë mbështetur edhe vitet tjera, 2 vitet tjera. Është një arritje shumë e veçantë, domethënë edhe këto 2 vitet që kemi dalë kampion është një arritje shumë e veçantë për Rogozhinën, për klubin e Egnatias, siç e dimë është me një qytet i vogël me pak tifozëri, ndoshta krahasim me ekipet tjera si Elbasani, Vllaznia, Tirana, Partizani, po arritëm ta fitojmë prapë këtë vit kampionatin, do jetë besoj shumë e veçantë. Normalisht do thotë shumë, pasi shumë pak kush ka besuar kur filloi projekti Egnatias dhe normalisht i është pranë kupës dhe pranë titullit, domethënë që është diçka shumë e madhe për klubin. Luftë sportive dhe ndeshje shumë emocionuese. Dhe patjetër në fund me shpresën e Zotit t'ja dalim të marrim edhe trofeun. Në radhë parë duhet t'ju them që ne do t'japim maksimumin për ta fituar edhe këtë vit titullin kampion.
normalisht duke luftuar në fushë për ta fituar dhe ju bëj një kërkesë që të jenë sa më shumë në stadium ndeshjet e Final Fourit. Normalisht tifozët e kanë shijuar 2 vitet e kaluara, pse jo mos e shijojnë edhe vitin e tretë. Kërkimi i tifozëve është besoj se kemi treguar edhe vitet e fundit. Kemi qenë pothuajse në çdo finale në këto 2 vitet e fundit dhe që të na mbështeten si 2 vitet e kaluam, siç shpresoj që do vinë edhe në këtë vit të na mbështetin në Air Albania edhe të ta festojmë suksesin së bashku, inshallah. Unë du t'ju them që ne nuk jemi një kod skelet për t'u kaluar. Besoj që eksperiencë që ne kemi si ekip, besoj që me ne do ta kenë të vështira të gjitha. Të luhet futbolli hapur. Të luhet futbolli hapur që të kemi mënyrë të targetojmë gjithë tifozët dhe të heqim sa më shumë njerëz. Mos fokusohemi vetëm te rezultati, por edhe te bukuria e ndeshjes. Besoj se do përballemi me 100%, nuk do ja bëjmë let askujt asnjë ekipet. Normalisht rivalëve do i respektojmë gjithë rivalët, por ne jemi Egnatia dhe kemi treguar që mund t'ja dalim me çdo lloj kundërshtari. Dinamo kishte rreth 15 vite që nuk ishte në pjesën e atyre që luftonin për pjesën e sipërme të tabelës klasifikimit. Jemi rikthyer për 2 vit radhazi mbas kësaj mungese gati 15 vjeçare, sepse kemi qenë prezent vjet edhe si vjet jemi po prap prezent Final Four, që do të thotë kemi arrit një nga objektivat e klubit që na çon në Europë. Ka qenë i vështirë, mund të them, mbas janarit ku patëm edhe ato rezultate të mira, patëm ato oscilacionet në rezultate, sepse kishim disa dëmtime dhe nuk ishte një fazë tretë e mirë për ne, por mund të themi që ka qenë i vështirë për të arritur, sidomos në ndeshjet e fundit, për mënyrën se si shkoi kampionati, themi që ja arritëm, sepse ishim projektuar që të ishim Final Four. Sezoni jonë ka qenë me ulje ngritje. Besoj se në përgjithësi kemi bërë mirë, mund të kishim bërë akoma më mirë, por që futbolli ky është, ndonjëherë nuk me rezultatet që pritëm. Deri në dhjetor ishim shumë mirë, edhe me lojë edhe me pikë. Ishim aty me ekipet e para që janë tani në renditje. Pastaj nga janari e mbrapa nuk e di na kapi një moment edhe kemi pas shumë lohatja. Por që në fundi arritëm të kapim Final Four. Është një grup që ka elemente jashtëzakonisht të mirë, është një grup që është ndërtuar për të marrë trofe. Dhe themi që në ndeshjet direkte, ku në ato momente ku kemi qenë të plotë si grup, e kemi treguar që kemi diçka më tepër se sa kundërshtarët që kemi në Final Four. Kemi pasur një kontingjent të limituar për të përballuar ngjeshjen e ndeshjeve dhe besoj që ndoshta kjo ka qenë një e veçantë që kemi përballuar javët e kampionatit, që do të thotë e kemi përballuar me një kontingjent jo të plotë. Një gjë që do veçoja nga ekipet tjera është që grupi jonë i çunave ka qenë si në të mirë si në të keq, ka qenë bashkë. Gjë që unë e vlerësoj shumë edhe duhet i falenderoj gjithë çunat. Janë edhe ndeshjet e Final Fourit që sigurisht janë ndeshje shumë të vështira, sepse përballesh me 3 ekipe që këtë kampionat kanë qenë rënditje sipër nesh edhe presim një Final Four shumë të fortë edhe me ndryshimin e skemës së përgjysmimit të pikëve. Do jenë ndeshje të luftuara, ndeshje që ndoshta ne do na duhet të rikuperojmë pikët, sepse jemi pak mbrapa, por gjithsesi do jemi aty për të bërë lojën tonë më të mirë. Kur jemi me organikën e plot, nuk kemi frikë asnjë kundërshtar. 4 ekipet kanë arritur me merit në pozicionet që janë. Dhe çdo ndeshje do jetë e vështirë, por edhe shumë e bukur për të luajtur edhe për të shijuar nga tifozët mendoj. Gara është e fortë. Ekipet që kemi përballë si Elbasani, si Vllaznia, si Egnatia janë ekipe shumë forta, ekipe që kanë bërë futboll goxha të mirë. Besoj se do jetë shumë i luftuar.
presidenti Ardian Bardi është investuar këto 2 vite shumë, është nga ekipet më të investuar për të arritur titullin kampion, jo vetëm titullin kampion, por të vënë yllin e dytë për ekipin e Dinamos. Kjo është ajo më kryesore që Dinamo do ta bëjë që të jetë për titullin kampion, por edhe ndoshta do të synojmë qysh këtë vit, por gjithsesi Dinamo është vërtuar për të synuar gjithmonë në nivele të larta dhe ku është dhe titulli kampion. Jo vetëm unë si trajner që kam një eksperiencë goxha të gjatë në kampionatin shqiptar, por edhe grupi në tërësi, ka ato që janë dhe lojtarët më kryesor të ekipit, kanë një vazhdimsi që brenda këtyre 2 vjetëve kanë një eksperiencë që mund t'i shërbej që se si mund të arrim në një vit objektivat maksimale që ka klubi atë për të luftuar pasaj deri në fund për titullin kampion. Do jetë shumë e vështirë për ne titulli kampion, por që do luajm shanset tona. Kemi me këtë formulën e re që është këtë vit, dhe i përdorim gjitha mundësit që kemi në fushë. Shpresojmë që në këto ndeshje që kanë ngel të japim maksimumin, duke ditur që mund t'i afrojmë sa më shumë. Besoj se jemi gati edhe gjithë çunat janë gati. Ne jemi skuadër që kemi zhvilluar ndeshje të bukura, jemi skuadër që kemi organik dhe kemi mundësi për të zhvilluar ndeshje të bukura, do t'i bëjë thirrje që të jenë sa më të shumë, sepse Dinamo është një skuadër që nuk do të dorëzohet, do jetë aty, do të bëjë më të mirë në saj dhe do t'i kënaqë me performancët që do të zhvillojë. Ne kemi qenë gjatë gjithë kohës aty me lojra të bukura dhe me dominimet në tërësi, jo në ndeshjet veçanta, që do të thotë neve do të vazhdojmë të kemi këtë lloj paraqitje, sepse në fund fare tifozët e Dinamos janë nga ato tifozë që e pëlqejnë edhe lojën e bukur, pavarësisht se pëlqejnë krahas lojës bukur, pëlqejnë edhe rezultatin. Në të gjitha rastet ne kemi dhënë maksimumin, sido që kanë shkuar rezultatet. Gjithë lojtarët e Dinamos janë përpjekur në maksimum, kanë dhënë më të mirë në tyre në çdo rast dhe shpresojmë që të jenë shumë në shkallët e stadiumit. Mesazhi që mund përcjell në tërësi është që le të fitojë më i miri ai që do të ketë performancën më të mirë dhe rezultatin më të mirë në këto ndeshjet e finalforit. Dinamo është Dinamo. Dinamo është ndërtuar për të fituar, ka një organik shumë të mirë dhe mendoj që asnjë nga këto 3 skuadra nuk do ta ketë të lehtë apo dëshirë që të përballet me skuadrën tonë me organikën e plotë, sepse themi që Dinamo do të bëjë pamundën për të arritur të fitojë të 3 ndeshjet. Dinamo do jap maksimumin dhe besoj se do jetë kockë fort për të 3. Dinamo nuk është dorëzuar, pavarësisht se jemi të shkëputur me pikë. Nuk jemi dorëzuar, do luajmë shanset tona.